të theksojmë se libreria funksionon në dy trajektore. Trajektoria parë e librerisë është ofrimi apo shqiptarët në Malzi të kenë qasje tek libri në gjuhën shqipe, tek fjala e shkruar shqipe. Siç e dim më herët, nuk ka ekzistuar ndonjë libreri e cila ka ofruar libra në gjuhën shqipe për shitje në maltezi. Para 4 viteve themelohet libreria Ulqini dhe ky ka qenë qëllimi kryesor, që lexuesit shqiptar të kenë një pikë blerjeje të librit shqip në maltezi. Është libreria vetme tani për tani me libra në gjuhën shqipe në maltezi. Shpresojmë që pika të tilla do të hapen edhe në qytete të tjera ku ka shqiptar në maltezi. Por trajektoria e dytë, e cila libreria e ka dhe mision apo objektivat kryesore, është që promovimi i kulturës shqiptare dhe ruajtja e identitetit kombëtar. Në këtë nismë ne qasohemi më tepër që të organizojmë mbrëmje kulturore, diskutime të ndryshme, aktivitete letrare, pastaj takime me nxënës, takime me të vegjëlit nga kopshtet, nga shkollat fillore, jo vetëm në Ulqin, po edhe nga shkollat tjera të rrethave të Ulqinit. Kjo është vetëm për shkak të pozicionit gjeografik, e cila ne kemi më të lehtë qasje ndaj nxënësve të shkollave fillore në Ulqin, por gjithmonë dyert i kemi të hapur për gjithë nxënësit e të gjitha shkollave ku mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe. Dhe absolutisht do të tentojmë që në të ardhmen të kemi aktivitete të tilla sa më tepër.